Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shënjës Vigjëreshës, do bëjmë leximin e radhës për ju. Shikoj një mashkull këtu, që është letra në qendër të kësaj situate. Ai po përpiqet të jetë i fortë, i qëndrueshëm dhe të qëndrojë besnik ndaj një angazhimi të dashur Vigjëreshë ose lidhje që ka marrë. Ndoshta një lidhje sentimentale, një marrëveshje apo një përgjegjësi që ka zgjedhur vetë. Në pamje të parë duket sikur ai ka situatën në kontroll, por realiteti nga që është speranca këtu, por realiteti të dashur kërkoj ndjesë, realiteti është ndryshe. Është duke dëmtuar diçka nga brenda. Kjo nuk është një krizë e madhe që po shpërthen në fakt të papritur, nga që kam dhe mit këtu, por është e mbledhur që kohë. Kjo është një lodhje e mbledhur me kohë, ankthi i përditshëm të dashur Vigjëreshë, ndoshta dhe një lloj zhgënjimi që nuk është thënë me zë. Ai po mundohet të ruajë një stabilitet që në fakt nuk është më i shëndetshëm. Po them ai, nga që kam këtu një mashkull, mund të jeni dhe ju të dashur Vigjëreshë, apo dikush afër jush që ka rëndësi në jetën e juaj. Ka një marrëdhënie që duket si një unazë e mbyllur, e përsëritur me cikle që nuk kanë ndryshuar prej kohësh të dashur Vigjëreshë. E mund të jetë duke qëndruar aty nga përgjegjësia, frika apo nga ndryshimi, apo ideja që duhet të funksionojë. Diçka duhet të funksionojë. Mint tregojnë këtë angazhim që po e konsumon, gjërat nuk janë siç duken, ka diçka që po hang nga brenda, ndoshta mungesa e komunikimit, mungesë vlerësimi ose thjesht fakti që lidhja nuk ushqehet më me dashurinë e vërtetë, por me detyrë e zakon të dashur. Ky burr pra është i lodhur, ky person është i lodhur, ai po qëndron për të mos lënduar të tjerët, por në këtë qëndrim po lëndon veten. Nëse je ti kjo figurë, pyet veten, a jeni duke qëndruar sepse po e doni këtë situatë apo person, apo sepse nuk po guxoni të largoheni, po ndërtoni diçka që mendoni që po jep shqetësi. Të dashur, nëse kjo ka lidhje me dikë tjetër, dije që ky person po vuan në heshtje. Ai nuk flet, por përgryhet nga brenda. Mos e xhigo për atë që tregon në sipërfaqe. Bëj hapin dhe kërko të vërtetën që ai nuk po e thot. Këtu është një lexim që është për dikë tjetër, ndoshta më shumë të dashur Vigjëreshë, që duhet të keni kujdes, që është afër jush dhe nuk është i sinqert në kuptimin e asaj që është duke vuajtur, por nuk po e thot me zë të lartë.